I nderuar Zoti Rama, i nderuar Zoti Idrise, dashur familjar, miq, kolegë, dhe gjithë ju që keni ardhur sot për ta kujtuar babën, faleminderit nga zemra. E kam të vështirë t'i gjej fjalët e duhura sot, sidomos sepse bëhet fjalë për babën. Një vit pa të ka qenë një vit me shumë mall edhe shumë boshllëqa. Sado që flas, nuk besoj që mundem me përshkruaj ato që e ndjej. Dhimbjen që ai s'është më. Dashnin që ma mbush zemrën edhe sot, po as krenarin që e kom pas një babë si ai. Shumicën prej jush ju nja, që kur isha e vogël shpesh veja në redaksit ku babi punonte me ju. Ju kujtoj të buzëqesh, të fol, madje edhe të lujt futboll. Isha fansja ma e madhe e babit. Edhe atëherë si fëmijë, e ndjeja që ajo që kishit mes vete nuk ishte vetëm një kolegialitet, po një miqësi e vërtet. Dhe sot, kur ju shoh këto, e kuptoj që ajo ndjesi ka qenë e vërtet. E di që e njeni si një profesionist rrallë, dhe me drejt besoj, sepse ka bërë punën me shumë qaf, me shumë dashni, me shumë përkushtem. Po si qika e ti, unë e di se përkushtimi më i madh i jetës, babit ka qenë familja. Që prej ditës që unë kom lind, prej hapave të parë, babi ka qenë aty për mu, të më tregu çka do me thonë me dash dikush pa kushte, çka do me thonë me të prit dikush sa herë që t'i rëzohesh, me të qunë kam edhe me të shty për para, me ta bo jetën interesante dhe me t'i ngjyrosi me një palet edhe ditët ma të rëndomta ndoshta. Shpesh më ka thonë se dita ndohet në 3 pjesë, 8 orë gjëm, 8 punë edhe 8 për qefin tënd, po nga njerë më doket që çdo orë e ti ka shku për familjen tonë. Babi kujtohet çdo ditë me 10 herë, herë me lot, herë me të qeshura, po gjithmonë me mall. Unë ende i ndi fjalët e tij, flas me to çdo ditë. Mundona me ja qëllu çka kish thënë. I kujtoj këshillat, shërtimet e tij, mençurinë që e ka nda për lloj-lloj teme me neve, njerëzillakun, drejtësinë edhe parimet që i ka përmend gjithmonë. Për neve, ajo që babi e ka lënë pas, e ka përcen kohën, edhe nuk shuhet as me kalimin e saj. Po sot, po e kujtojmë këtu të gjithë bashkë, edhe është një ndjenjë tjetër, një ndjenjë e veçantë, tash që babi ka lënë gjuhën për te familjes. Respektin që ju e ruani ende për ta, fjalët që u thanë sot, dhe në profesionin që e deshi aq shumë. Për këtë, ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit që ishit sot këto me neve, për ta ndarë dhe të na lehtësuar dhimbjen sado pak. Miru pafshim. Faleminderit shumë Enea, në emër të familjes Osmani, në emër të ekonomisë online të Asociacionit Gazetarët të Kosovës. Ju falenderoj shumë që keni zgjedhur kohën për të marrë pjesë në këtë ceremoni dhe për kushimin për ta mbajtur gjallë kujtimin për jetën dhe veprën e Fatën Osmanit. Faleminderit shumë. Përveç që ka qenë një gazetar i mirë, ka qenë edhe një njeri i mirë, një shok i mirë. E mojnë men si njeri shumë të qetë. Ka qenë njeri i harashëm. Ka qenë një profesionist i jashtëzakonshëm. Ishte autor, redaktor dhe lektor i teksteve të tij. Ai ishte jo vetëm udhëheqës dhe koleg, por njeri i fjalës që besonte te puna, përgjegjësia dhe ndërtimi i një ekipi të fortë. E donte jetën dhe donte të jetonte më shumë. Po ja që Kena më mundu gjithmonë me bu krenar. Në fakt, kjo është arsyeja pse unë e quna çdo mëngjes, se ka ditë që nuk duas me jetu një botë ku nuk është ai.